Turizmi në Shqipëri ka vijuar të jetë një burim i rëndësishëm të ardhuras gjatë 3 muajve të parë të vitit 2025, duke shënuar një tjetër rekord në krahasim me të njëjtën periudhë të viteve të mëparshme. Sipas të dhënave zyrtare nga Banka e Shqipërisë, në 3 muajin e parë të këtij viti turistët e huaj kanë shpenzuar 874.3 milionë euro në Shqipëri, një rritje me afro 11% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024 dhe 40% më shumë se në të njëjtin 3 muajor të vitit 2023. Në raport me vitin 2019, pra para pandemisë, shpenzimet janë më shumë se dyfishuar, çka tregon qartë një ngritje të qëndrueshme të pozicionit të Shqipërisë në hartën turistike. Në të njëjtën kohë dhe shpenzimet e shqiptarëve jashtë vendit kanë shënuar një rritje të ndjeshme duke reflektuar trendin e rritjes së udhëtimeve jashtë për qëllime turistike. Në 3 muajin e parë të vitit 2025, qytetarët shqiptarë kanë shpenzuar 579.04 milionë euro jashtë vendit, rreth 11% më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit kaluar dhe 33% më shumë se në 3 muajin e parë të vitit 2023. Ky trend i fortë i daljeve jashtë vendit për pushime është bërë gjithmonë më i dukshëm vit pas viti, duke sjellë një profil të ri të konsumatorit shqiptar që udhton më shpesh dhe me shpenzime më të larta. Rikujtojmë se në muajt e parë të vitit aktual daljet e shqiptarëve jashtë kanë qenë të shumta, duke të kaluar edhe hyrjet e turistëve të huaj në vend. Megjithatë, bilanci neto i turizmit mbetet pozitiv për ekonominë shqiptare. Diferenca midis shpenzimeve të turistëve të huaj në vend dhe atyre të shqiptarëve jashtë ka arritur në 295 milionë euro, niveli më i lartë ndonjëherë për një 3 muajor të parë. Ky bilanc ka ardhur gjithmonë në rritje pas pandemisë, duke reflektuar jo vetëm rritjen e turizmit hyrës, por edhe forcimin e ofertës turistike të shqiptarëve jashtë sezonit veror. Në këtë kuadër, Shqipëria konfirmohet si një vend që fiton më shumë nga turizmi sesa që shpenzon për të paktën sipas bilancit ekonomik. Ndërkohë që gjithmonë më shumë shqiptarët po zgjedhin të udhëtojnë jashtë, nga ana tjetër vendi po tërheq turist me profil më të lartë shpenzimesh dhe periudha më të zgjatura, çka përkthehet një ndikim pozitiv dhe të shpërndar në ekonomi.